Qytetet tona tashmë kanë marrë pamjet festive në pritjet e muajit të bekuar të Ramazanit. Edhe këtë vit qyteti i Gostivarit është zbukuruar me dritat festive duke krijuar një atmosferë të veçantë për besimtarët dhe gjithë qytetarët. Vendosja e dekorimeve festive tashmë është bërë traditë në Gostivar gjatë muajit të Ramazanit, duke reflektuar frymën e bashkëjetesës, respektit dhe harmonisë ndërmjet komuniteteve në qytet. Muftënia e BFI TETOF ka njoftuar opinionin mbi organizimin e jetës fetare gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Në këtë mënyrë është shpërndar edhe një njoftim nga Bashkia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut, ku thuhet se namazi i teravis në të gjitha institucionet fetare do të falet me 20 rekate. Por Muftënia e Tetovës jep edhe sqarime për namazin e sabahut dhe teravis. Gjatë muajit të Ramazanit, namazi i sabahut do të falet 20 minuta pas kohës së imsakut, kurse namazi i teravis, për të lënë kohë besimtarëve pas iftarit, do të falet 2 orë pas thirrjes së ezanit të akşamit apo iftarit. Ndërkohë, përmes mesazhit për muajin e bekuar të Ramazanit, kreu i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, Shaqir Efendi Fetai, bën thirrje për unitet e solidaritet. Le ta fillojmë këtë Ramazan me vendoshmëri për ndryshim të vërtet. Le të përdorim këtë muaj për pajtim me Allahun fuqiplot, përmes pendimit të sinqert dhe për pajtim me njëri tjetrin, përmes faljes dhe mirëkuptimit. Le të bëjmë sinqeritetin themel të çdo veprimi dhe përgjegjësinë kriter të çdo vendimi. Lusim Allahun e Madhërisëm që ky Ramazan të jetë muaj i pastrimit të zemrave, forcim të besimit dhe ngritje morale për secilin prej nesh, që zemrat tona të pastrohen nga çdo barë e panevojshme, që familjet tona të mbushen me qetësi dhe mirëkuptim, që bashkësia jonë të forcohet në unitet dhe përgjegjësi institucionale, që vendi ynë të begatohet me paqe, drejtësi dhe stabilitet. Në aspektin e mbulimit mediatik të Ramazanit, këtë vit emisionet e Ramazanit vinë në një format krejtësisht ndryshe. Muftënia e Bashkisë Fetare Islame TETOF prezanton podcastin Reflektime Ramazani, një rrugtim shpirtëror prej 29 ditësh me 29 mesazhe të zgjedhura. Gjatë këtij muaji të bekuar do të keni mundësinë të përfitoni nga hoxhallarët dhe njerëz tjerë të dijes të dëshmuar për kontributin e tyre në shoqëri. Emisionet do të transmetohen për çdo ditë para iftarit në televizionin Koha dhe në kanalin zyrtar të Muftënisë së Tetovës në Facebook dhe YouTube. Sipas kalendarit islam, Ramazani është muaji i 9 dhe konsiderohet një nga periudhat më të rëndësishme për besimtarët musliman. Agjerimi është një nga 5 shtyllat e islamit dhe paraqet obligim për çdo burrë dhe grua muslimane të rritur, duke filluar nga agimi deri në perëndim të diellit. Në këtë muaj filloi edhe shpallja e Kuranit në natën e Kadrit, nata më e bekuar e vitit. Muaji i Ramazanit do të përmbyllet me festën e Fitr Bajramit, e cila si vjet bie të premten më 20 mars.